Mesazhi i presidentit amerikan Donald Trump për kthimin e pengjeve që mbahen ende nga Hamasi në Gaza u prit si muzikë për veshët nga familjarët e tyre gjatë vizitës në Washington. Ne besojmë se do ta përmbushim misionin të bekuar qofshin paqëbërësit, ju përgjigj një prej familjarëve duke shprehur mirënjohje për angazhimin e Trumpit dhe ekipit të tij negociator. Në të dy krahët e konfliktit, lajmi i armpushtimit ngjalli emocion. Familjet izraelite hodhën fishek zjarre në shenjë gëzimi, ndërsa palestinezët duart trokitën dhe shprehën shpresën se gjakderja do të ndalet. Një banor i Gazës tha shpresoj se një ndryshim real, më në fund kemi një marrëveshje të prekshme. Për herë të parë ndjej se mund të shohim fundin e këtij konflikti. Megjithatë, shpresa për paqe mbetet e shoqëruar me mosbesim të justifikuar duke marrë parasysh përpjekjet e mëparshme që nuk kanë dhënë rezultat. Një familjar tjetër palestinez deklaroi: "Ne nuk na ka zënë gjumi nga gëzimi. I lutemi Zotit që këtë herë të jetë serioz dhe të arrihet një pushim zjarri i menjëhershëm. Kemi vuajtur shumë, 2 vjet luftë, mundim, gjenocid, shtypje, uri dhe padrejtësi. Shpresojmë që të gjitha palët të mbajnë qëndrim serioz." Sipas informacioneve të deritanishme, marrëveshja e shpallur nga Trumpi të mërkurën vonë afron pak hollësi operative, ende mbeten të hapura pyetje të shumta lidhur me logjistikën e lirimit të pengjeve dhe monitorimin e armpushimit. Zbatimi i saj do të përbënte edhe arritjen e rëndësishme në politikën e jashtme dhe presidentit amerikan, i cili ka premtuar të sjellë paqen në konfliktet kryesore botërore, përfshirë situatën në Gaza dhe pushtimin rus të Ukrainës. Trumpi vuri në duke gjithashtu rolin e diplomatëve të tij në negociata. I dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe dhëndri i tij i presidentit Jared Kushner janë pjesë aktive e procesit të bisedimeve me palët izraelite dhe palestineze. Presidenti tha se ka gjasa reale për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme dhe nënvizoi se mbështetja pothuajse e çdo shteti në botë për këtë plan arrit shanset për sukses. Në Washington, familjarët e pengjeve u shprehën se lajmi i kthimit i tyre i mbushi me gëzim, por paralajmëruan se do të presin me kujdes për premtimin dhe përmbushjen. Një prej tyre tha: "Shpresojmë që këtë herë të jenë serioz, 2 vjet kemi vuajtur shumë dhe nuk mund të zhgënjemi përsëri." Kjo është hera e parë që arrihet një përparim konkret pas 2 vjetësh konflikt që përfshi udhënë masive, pengje dhe kriza humanitare në rripin e Gazës. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet muslimane dhe perëndimore mbështesin planin për armpushim dhe lirimin e pengjeve.